vetëm shkurt, sepse të gjitha u thanë. Jam fakt e kënaqur që vi këtu mbas 3 muajsh. Fillim u pam tek përpara Liturgjisë së ishte verë. Morëm disa angazhime bashk. Ju falenderoj për angazhimin e plot që keni pasur, për kontributin. I kemi vënë një fokus më të madh onkologjisë, sepse kështu edhe da forcuam në fillim, dhe besoj se të paktën në këto 3 muaj të para, së bashku, me një përfshirje të plot si të shërbimit onkologjik, ashtu edhe spitali, por edhe të gjithë kolegëve të tjerë këtu të drejtorisë së spitalit dhe donatorëve të ndryshëm dhe Ministrisë së Shëndetësisë, panelë dhe kolegët e mi, arritëm që të paktën të bëjmë disa hapa konkrete duke dyfishuar kapacitetin e shërbimit ambulator të kimioterapis. Kemi një plan të decentralizojmë jo vetëm onkologjinë, që në bazë të principit që gjithmonë kam pasur, duhet gjithmonë që të shkojmë ne të pacientit dhe pacientit të ne, sidomos në raste kur është kura ambulatore. Kjo nuk vlen vetëm për onkologjinë, kjo vlen vetëm dhe për urgjenca, duhet shfrytëzojmë kapacitetet që kanë në rajonale në mënyrë sa më efikase. Dhe kjo sigurisht do kohë vet, por jemi në një rrugë shumë të mirë për të arritur atje. Dhe si një fund, unë dua t'ju falenderoj të tërëve, falenderoj mjekët, sigurisht infermierë, po dhe studentët e mjekësisë specializantë, sepse është një tour de force dhe përpara shkojnë duke krijuar një skuadër të mirë dhe duke lënë legacy. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Prandaj faleminderit edhe për punën që bëni për të formuar brezin e ri, të tërë jemi formuar nga dikush, prandaj duhet formojmë dhe të tjerë që të ecim me stafetën, duke shkuar dhe duke vazhduar edhe nga te studentët e mjekësisë. Faleminderit, urime për të mira dhe nga ana ime, për ju të tërë, për familjet tuaja dhe një vit të ri të shëndetshëm. Faleminderit.